Komuniteti egjiptian për te urës së bunës pret që për festat e fundvitit të ndihmohet me ndihma nga pushteti vendor dhe organizatat jo qeveritare. Deri tani nuk ka pasur asnjë njoftim në këtë drejtim, ndaj banorët theksojnë se ky komunitet nuk duhet të lihet në arrest. Pa çfarë nima ne jena pukara këtu, çfarë nimash? Kush na bën nima ne këtu? Kërkush. Po vetëm se nga jetë dushja na bën këtu. Kush ta jep ne par zotin? Kush? A ka bashkia me na dhon nima na herë? Asnjëherë. Asnjëherë. Kërkojmë, po ku të kërkojmë? Ku të kërkojmë? Ne rrim ato pensionet tona si kena, edhe hajmë bukë. Ndërkohë qytetarët theksojnë se ka rast ndihmave në këtë zonë të rishikohet edhe siguria rrugore, pasi bëhet fjalë për një segment me qarkullim të lartë automjetesh në drejtim të Shirokës dhe Anasjelltas. Trotuari ekzistues sipas tyre është thjesht formal dhe nuk garanton siguri. Po këtu kamsori nuk ka si den me prej rrugën, prej atje dhe dalin ka tjetër. Këtu është duhet me shikju ata kulturët rrugor. Kjo është gabet. Tu s'ke ka kalan. S'ke si lidhosh me atë trotuarin e ri që ja ba. Po me zjanu ose me hek krejt. Se kjo është shumë ngosht. Në këtë zonë banojnë mbi 80 familje të komunitetit egjiptian, një pjesë e konsiderueshme e të cilëve jetojnë në varfëri të tejskajshme. Për këtë arsye ndihmat për festat e fundvitit janë të domosdoshme, në mënyrë që edhe këta banorë të kenë mundësinë të festojnë më gëzueshëm.